Bekim Islami, punëtor teknik në gjimnazi natyror Xhavet Ahmeti në Gjilan, është vetëm njëri prej shumë punëtorëve teknik të shkollave që për më shumë se 2 muaj nuk kanë marrë pagën e 2 muajve të fundit. Sipas Islamit, gjendja e krijuar është bërë e papërballueshme për të gjithë punëtorët. Kush derisa pa rroga nuk mund me punu, pare nuk ka, nuk ka vullnetas me punu punën tonë. Përveç punëtorëve teknik të shkollave, pagat nuk i kanë marrë as mirëmbajtësit e rrugëve, mirëmbajtësit e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, palestrës sportive e stadiumit. E për këtë shkak, Abdul Yerlio, drejtor i ndërmarrjes publike lokale Tregu, e cila menaxhon këta punëtor, thirri një mbledhje të mërkurën. Aty drejtori ndau edhe një lajm për punëtorët, të cilin nuk e mirëpritën edhe shumë. Mjetet që na i ka lëshu ka qenë dikon 70.800 euro, dikon parafërsisht mos shkoj me centa, dhe na prej këtyne 70.800 euro, 72.000 kemi rumbullaksu, edhe sot javë kemi transferu në për llogaritë e juve nga 240 euro për secilin. Po. Këto dikush pati edhe pyetje. Por akuzat i mohoi drejtori duke thënë se nuk ka pas kërcënime, vetëm njoftim që të përfillet ligji për grevat. Përfaqësuesi i sindikatës së punëtorëve Nexhat Veseli tha se kryetari i komunës Alban Hyseni i ka premtuar se të gjitha mjetet do të bartën para vitit të ri. Por këtu situata përpaksa nuk eskaloi mes 2 punëtorëve. Debati mes tyre vazhdoi edhe jashtë pas përfundimit të mbledhjes. Greva, e cila filloi me 27 nëntor, do të vazhdoj edhe ditëve në vijim. Pagat nuk janë ekzekutuar për shkak se komuna e Gjilanit e ka miratuar buxhetin me vonesë në kuvendin komunal, ndërkaq bllokada në nivelin qendror e ka pamundësuar kalimin e buxhetit në kuvendin e Kosovës.